Besoj e po që Lëvizja Vetëvendosje ka vendosur që të vazhdoj agonin e themelimit të institucioneve, duke filluar me kuvendin. Edhe sot, patën përpjekjen e njëjtë që të shtyhen këto seanca mbahen në kundërshtim me rregullore një herë në javë, por vullneti i partive tjera ishte që kjo mos ndodhë. Në fakt, sa na përket neve si PDG, unë besoj që nuk duhet pritet as 2 ditë, sepse rregulloria thot brenda 48 orëve, kjo mund ndodhë dhe brenda 24 orëve, dhe nuk do të ishte fare e gabueshme nëse mblidhemi çdo ditë, sepse kjo do të ishte paragjithash një detyrim që i kemi para votuesve që na kanë zgjedhur këtu, edhe ndoshta një presion ndaj njëri tjetrit që të dilet nga kjo situatë, por nuk pres që një gjë e tillë të ndodhë për shkak të faktit tashmë të dëshmuar që Vetëvendosja nuk është e interesuar që të bllokojë situatën. Unë njëherë shpreh keqardhjen para gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës për këtë situatë që është bërë vërtet e tepër, e cila po e dëmton vendin tonë dhe jetat e përditshme të qytetarëve të Kosovës në vazhdimsi, dhe bëj thirrje edhe një herë si në çdo rast tjetër Lëvizjes Vetëvendosje dhe liderit saj zotit Kurti që ta ndrojnë kandidatën dhe të vinë me një kandidat në mesin e atyre që e dinë që i kanë, që mund të merr shumicën për të bërë kryetare apo kryetar kuvendit dhe që të shkojmë tutje në konstituimin edhe të kuvendit Republikës Kosovës, por edhe në afatet kushtetuese për themelimin e qeverisë, sepse kështu si jemi kemi mbetur një shtet në gjendje emergjente esencialisht, me qenë se nuk kemi as qeveri legjitime e s'kemi as kuvend funksional. As një deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, as një milimetër nuk lëviz nga qëndrimet që i kemi pas, nuk jemi armiq në këtu. Mu më vjen keq ndoshta që partia e parë po mundohet me kriju një narracionit për çamjes dhe ndamjes. Në kuptimin njerëzor, kuptimin individual, personal, asnjë nga Partia Demokratike e Kosovës nuk ka rezerva apo nuk ka raporte individualisht armiqësore me askën. Ne këtu jemi me i përfaqësu qëndrimet tona politike, bindjet tona edhe vendimet që kemi marrë në organet tona të partisë. E kam bërë qartë dhe kjo është arsyeja që ja kam thonë edhe zotit Kurti, po edhe juve në deklarime, që nuk ka të bëj vetëm me zonin Haxhiu si individ, ka të bëj me krejt anëtarët e qeverisë së tij, sepse i shohim që janë përgjegjës për dështimin dhe degradimin që ka ndodhur shtetit Kosovës në këto 4 vite. Andaj, ne s'kemi vot për asnjë prej ish ministrave e zavendës ministrave për të qenë pozitën e kryetarit të kuvendit. Por kjo s'do të thotë që ne nuk mundemi me bashkëbisedu me njëri tjetrin, bile do të ishte, mendoj unë, një mesazh jashtëzakonisht i keq nëse çdo të kishte komunikim as formal mes deputetëve të Kosovës, pavarësisht dallimeve partijake.